Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme sërish në kanalin Monitor TV me lajmet më të fundit që kanë të bëjnë me showbizin shqiptar. Ditën e sotme do ta nisim me një lajm tepër emocionues. Me një lajm që në fakt ditën e djeshme na ka emocionuar të gjithëve, na ka përlotur të gjithëve dhe na bëri të gjithëve që të ulemi dhe të mendohemi dy herë se sa e bukur është kjo jetë dhe sa falenderues në fakt duhet të jemi tek Zoti jon për të mirat që po na sjell dhe për dashurinë e madhe që ai ditë na dhuroi në jetën tonë. Egli Tako pikërisht ishte personazhi i cili ishte përzgjedhur nga kjo familje që në ditët më të vështira të jetës së tyre dëshironin që të kenë njerëzit e tyre pranë. Një histori e cila u bë e njohur në emisionin Shqiptarët për Shqiptarët, drejtuar nga Bora Zemani, por një produkt i hoxhës së nderuar Elvis Naçi, nga familja e cila mbrëm ishte pjesë e këtij emisioni për të treguar suksesin e tyre rreth asaj vështirësie që kishin kaluar me shërimin e djalit të tyre nga një sëmundje fatkeqësisht e rëndë. Personazhi i cili ishte i pëlqyer në këtë familje dhe që ato dy goca, dy çupëzat e vogla e donin pafund, e duartrokisnin pafund dhe mbështesnin pafund, ishte pikërisht Egli Tako. Egli Tako e përzgjedhur nga kjo familje, e thëritur në këtë studio nga produksioni, duhej të bënte një surprizë. Ajo që mua më së shumti më emocionoi dhe më bëri që unë të komentoj duke treguar njëkohësisht edhe vlerën e Eglit si personazh, vlerën e Eglit si njeri, vlerën e Eglit si artiste, është pikërisht kjo gjë. Dashuria dhe respekti që Egli gëzon në popullin e saj të dashur dhe njerëzilliku që Egli e ka. Që në momentin kur Egli hyri brenda në studio, pa marrë parasysh që është një personazh publik, pa marrë parasysh që është një gocë me një bagazh goxha të ngjeshur, etj, domethënë dhuroi shumë emocion dhe shumë dashuri, tregoi shumë njerëzillik. Ato që unë e kam komentuar ditë më parë që kam thënë se Egli është goca ideale, është personazhi ideal i cili mund të trajtoj bukur, domethënë fenomenin e të ashtu quajturës një emision që në thelb i ka fëmijët, që në thelb e ka gjën më të bukur në botë, gjën më të ndritur në botë, gjën më të çmuar në botë. Egli doli në mënyrën më të mirë dhe doli në rrugën më të drejtë dhe më të bukur. Dhe pikërisht Egli Tako na shijoi, na dhuroi emocion dhe na dhuroi dashuri, duke treguar edhe një herë njeriun e saj dhe duke treguar edhe një herë zemër fisnikërinë e saj. Domethënë shpirtin unik që Egli Tako posedon. Dhe kjo e bën Eglin që të jetë veçantë dhe të komentohet, të flitet, të përflitet në për të gjitha mediat shqiptare. Egli Tako mbrëm me shumë dashuri përqafoi këto dy goca, këndoi bashkë me to për të gjitha ato të cilët thonë që Egli nuk është një këngëtare, Egli nuk është e intonuar, Egli bën gabime, edhe në për ato emocione që vetëm ato të cilët janë pjesë e asaj studio e din shumë bukur se si është të kalosh në emocione të tilla, si është që të bësh pjesë e një lumturie të një familje. Egli Tako shëndriti dhe Egli Tako e bëri që të jetë e mrekullueshme, e bekuar me bekimin e kësaj familje që vërtet i dha lumturi dhe kënaqësi. Kjo është Egli jon e dashur. Kjo është Egli që bën njerëzit të lumtur. Ndoshta figura e saj në Big Brother është dukur figurë e rejshme, sepse zakonisht njerëzit që vërtet janë të prekshëm shpirtërisht dhe kanë emocione shumë të mëdha, domethënë rrallë dallohen dhe shumë mund të gjykohen, tepër shumë mund të gjykohen dhe të komentohen dhe pikërisht Egli Tako e saj, duke treguar zemrën e saj, duke treguar shpirtin e saj, tregon një anë që fatkeqësisht askush nuk e ka dhe shumë pak, jo askush nuk e ka njerëz që e kanë, po shumë pak e posedojnë, domethënë duhet të jesh shumë artist për ta patur këtë, për ta ndjerë këtë ndjesinë që në fakt Egli Tako e ka. Dhe pikërisht Egli, duke e bër artin,
Egli ditë flas shumë fjalë të bukura. Njëherë më pëlqeu shumë, domethënë mënyra se si u drejtua Elvisit me një falënderim për të gjithë punën që Elvis Naçi e bën së bashku me Sedrit Bejlerin, Bora Zemanin, domethënë në fondacionin e tyre, një punë goxha e lodhshme, një punë goxha stresuese, por si gjithmonë rezulton që të jetë me një fund të lumtur që kanë ndihmuar qindra mijëra shqiptar, gjithë ato shtëpi domethënë kanë investuar shumë. Dhe në anën tjetër është pikërisht Egli që di të surprizoj dhe di të bëj të lumtur fëmijët. Domethënë Yezdej është emisioni apo përzgjedhja ideale që është bërë për Eglitakon që Egli të vinte në formën më të mirë të saj. Në Yezdej është pikërisht përzgjedhja e duhur për Eglin, sepse brenda botës së fëmijëve, brenda natyrës së Eglit, brenda artit të Eglit, Eglin e kemi shumë të këndshme. Ajo që në fakt mbrëm më ranë në vesh, le të themi si një lloj ekskluziviteti nga ana e Eglitako, ishte pyetja apo komplimenti që në fakt Bora Zemani i tha Eglit që ke shumë këngë të bukura dhe presim shumë këngë të bukura dhe Egli tha po. Do me thënë, pa marrë parasysh që për fansat e Eglit filluan të dyshojnë që Egli ndoshta do të largohet nga rrugtimi i muzikës sepse tani është fokusuar shumë në pjesën e emisionit, do me thënë të bësh një emision në shumë e lodhshme, emisioni e dokone vetë, prapaskenat kanë shumë punë, por gjithsesi Egli siç duket ka përzgjedhur që të vinë në formë më të mirë të mundshme dhe t'i bëj të dyja. Do me thënë presim një këngë nga Egli. Dhe kënga që do të vinë nga Eglitako është pikërisht një balad e bukur e cila për brenda gjithmonë e ka dashurinë. Do me thënë për brenda ka gjithmonë romancën, për brenda ka gjithmonë emocionin. Do me thënë Eglitako do na vinë në këtë formë, duke i kënduar dashurisë, duke i kënduar emocionit dhe duke i kënduar romancës. Dhe kjo e bën Eglin që të jetë veçantë, kjo e bën Eglin që të jetë unike dhe kjo e bën Eglin që të jetë në qendër të vëmendjes. Ne do t'i presim të gjitha këto, dua të komplimentoj Eglin. Egli, faleminderit shumë që i bën fëmijët e lumtur, faleminderit shumë që jeton në dhimbjen e jeton në lumturinë e tyre, je e veçantë në formën tënde dhe unë dua të më pëlqen ta komentoj Eglin sepse un kam parë shumë gjëra të bukura të Eglit, domethënë fansat jo të Eglit ndonjëherë sulmojnë, Tiron ti e fansi i Eglit etj, por jo. Realiteti është ky që te Egli shohim shumë gjëra të bukura, te Egli shohim shumë gjëra të veçanta, te Egli shohim një shpirt shumë modest, shumë artistik që fatkeqësisht në ditët ku ne jetojmë e ke të pakët dhe pikërisht Eglitako është kjo që i dhuron vërtet një emocion të veçantë natyrës së saj, profesionit të saj, por edhe të gjithë publikut shqiptar. Tek videoja e hedhur në YouTube nga televizioni Top Channel, shoh komente shumë pozitive, domethënë të gjithë njerëzit duke komplimentuar Eglin për shpirtin që kam. Unë e kam thënë gjithmonë, Big Brother është një formacion që jo gjithmonë të jep mundësinë që ti ta tregosh veten. Big Brother është një formacion që edhe të rëmben, edhe të bën atë të pamundurën në kuptimin që ti do me thënë të mos kesh mundësinë ta tregosh veten tënde, por gjithsesi Eglitako ka shkëlqyer në daljet e saj, ka shkëlqyer në formën e saj dhe është komentuar pozitiviteti, është komentuar energjia që Eglitako transmetoi. Ne do takohemi sërish së bashku, dua të marr mendimin tuaj si e keni parë ju Eglin brëm në atë daljet mrekullueshme.